Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Para disa ditësh në Shkodër u zhvillua konkursi Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë dhe unë kam sot nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar fituesen e këtij kompeticioni, Nivis. Mirëmëngjesi dashur. Mirëmëngjesi, faleminderit që je sot me mua në studio dhe faleminderit që na ke dhënë një performancë kaq të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Sa emocionuese është e fituese e Bilbilave të vegjël? Është shumë emocionuese. Unë jam mësuar me këto emocione se nuk është hera e parë që e fitoj. Për shembull, vjet kam qenë fituesja e parë e risisë që u bë, Bilbilat e këngës qytetare, edhe këtë vit mora Bilbilat e këngës normale dhe jam shumë e lumtur për këtë. Sa vite ka që merresh me muzikë, që i kushtohesh, që ke një peshë të madhe të mbash fituese në Bilbilave të vegjël? Unë kam mbi 8 vite që ushtroj muzikën, edhe si fillim e kam nis vetëm si pasion. Po pas as pak të bëj me çmimet, edhe me këto kompeticionet e mëdha, ndërsa tash sikur e kam marrë më seriozisht, i përkushtohem më tepër, edhe po puna jame finalizohet me çmime. Puna jote finalizohet me çmime dhe kjo është gjëja më e bukur që ekziston. Më trego pak emocionet që ndjeve në momentin që thanë që emri jot është emri fitues. Shumë të bukura. Siç e thash edhe më përpara, jam mësuar, po çdo vit do me kenë çmimi njëjtë ose diçka tjetër e tillë, çdo vit ka një ndryshim emocioni, ndoshta edhe pjekuria që fiton apo diçka e tillë. Thjesht ishin të papërshkrueshme, i kam qenë shumë e lumtur edhe kur kam dalë në skenë, kam dalë tukëci se isha shumë e kënaqur, po edhe kur kam përfunduar këngën, kam qenë shumë e kënaqur me punën që kam dhënë edhe nëse nuk do e kisha finalizuar me çmim, kam qenë krejt në rregull me atë që i kam dhënë publikut. Se ishte plotësuar, po, publiku ishte për ty dhe duar trukitëm pa fund, ishte një performancë mrekullueshme dhe dihej se kush ishte fituesi, pavarësisht se edhe fëmijët e tjerë ishin shumë të mirë, por performanca jote ishte fantastike e dashur. Unë më tregosh pak sa kohë ke bërë prova, kush të ndihmoi, si e zgjodhe këngën? Atëherë provat i kam bërë për rreth 3 muaj me zyshën time të muzikë, Zysh Violen, cilën gjej rastin me falenderu publikisht. Dhe përshëndesim shumë Zysh Violen. Patjetër, është krau i mbështetës më i madh. Gjithmonë prej ditës pare kam pas krah, edhe vetëm falë saj jam sot këtu, kështu që e falenderoj pafund. Mrapa përveç saj kam pas mbështetjen e prindve, patjetër, sa është një ngarkesë edhe për prindrit. Po edhe ato gjejmë rastin t'i falenderojmë shumë. Patjetër. Pra 3 muaj prova për të kënduar dhe për ta finalizuar me një fitore shumë të suksesshme. Kush e zgjodhi këngën? Zysha. Më ka thonë për 3 vite rresht, mere këtë këngë me bë provë, po nuk e di, kam pas pak frikë me tentu me frëngjisht, sepse kënga që kam kënu ka kemë vola, edhe kam pas frikë me tentu me marrë pjesë kompeticione me këngë goxha me nivel, po këtë vit thash, pse jo, ta bëj provë, veç e Zysha po ngulmonte shumë, edhe po pas ka kenë drejtë. Pas ka pasur të drejtë Zysha, shumë mirë që e ke dëgjuar e dashur. Dhe më pas, sa kohë kishte që bëje 3 muaj prova intensive të çdo dite, prova një herë në javë, si funksionon kjo pjesë? Provat i kam bën varësi të mundësive të mia edhe të Zyshës, kur kena gjetë balancë me Zyshën. Po kohën e poja tek interpretimi yt, dhe është e vështirë të luash pak me gjuhët? Është ndoshta fjalët, sa kuptohen, si mund t'i interpretosh? Është vështirë, se unë nuk e praktikaj frëngjishtën si gjuhë, por nga interesi me ditë më tepër për çfarë flet kënga, edhe që mi kushtuat interpretimin si citove edhe ti, po e kam kuptu edhe jam mundu me marrë këngën aq afër vedit, sa me adhon edhe publikut atë emocion, edhe pse publiku ndoshta nuk e kupton ashtu siç nuk e kam kuptu edhe unë. Po është okej. Po nga ana skenike, mund të më tregosh pak kush kujdeset për ty nga ana skenike? Nga ana skenike është gjithmonë mami. Mamin e kam shumë detajiste në çdo detaj se si mu dukem, që tek detaj më i vogël e deri tek ai më i madhe, edhe gjithmonë marr komplimente shumëta e gjithmonë i them që këto janë për ty, jo për mua, për punën tonë.
Po tek pjesa e, nëse do kishe një këngë tjetër, po themi, të paktën një këngë shqip, ndoshta një lëvizje, apo a i vinë natyrshëm kur këndon, apo duhet i përgatisësh më përpara? Pa tjetër që vinë natyrshëm, sepse ja një shprehje edhe për me dhënë emocionin apo një siklet që ti mund të kesh momentalisht për vedin, kështu që është një mënyrë të shprehoni që të vjen instinktivisht dy herë njësoj ndoshta nuk mundesh me e bë. Unë personalisht kështu e kam të paktën, po që mund të ketë edhe të tjerë që planifikojnë më përpara për me kriju një performancë më gjanë. A mendon të ardhmen tënde si këngëtare e dashur? Po, mund t'jetë një ndër idetë, po jam shumë herët me vendos, thjesht muzika do jetë gjithmonë atë një pikë kryesore që sado me ndryshu rrjedha gjatë jetës teme, po tjetër që muzika nuk do të lehet asnjëherë. Aty gjej qetësi krejtë. Ti the mund t'jetë një nga idetë, po idetë e tjera, cilat janë? Mund të Dhe i drejtën tregosh? janë të shumta. Një herë mendoj me shku për drejtësi, një herë mendoj me shku për arkitekturë, nuk jam kurrë vendosur, kështu që kush e di se çfarë mund Ja, ku më shumë bëj. herët për të qenë vendosur, por a ka ndikuar fitimi i çmimit të bilbilave në këtë që dita mendosh ndoshta të ardhmen tënde si këngëtare? E mendoj edhe po fitu hiç, kështu që jo, nuk çan pesh, po pse jo. Jam kurioze të di kush e ka zbuluar zërin tënd të bukur. Zysha jam me muzikë, zysh viola. Zysh viola. Patjetër. Është ajo që zbulon shumë zëra të bukur dhe nxjerr shumë talente. Gjithmonë. E ke menduar një konkurs tjetër, ndoshta jashtë Shkodrës, ndoshta në Tiranë? Po e kam menu, por momentalisht kam një moshë që nuk merr pjesë as më tek fëmijët, as tek të rritunit. rriturit. Kështu që më penalizon në kuptimin e mirë të fjalës disi, por që do mundohem sapo të m'japet një mundësi e mirë, bëhet fjalë, pse jo me provu. Ndoshta edhe merr pak shtys sepse po shohim shumë shkodran që vit pas viti Patjetër. po fitojnë konkurse të mëdha si X Factor. Dhe ndoshta ti do t'jesh një nga fitueset. Të paktën Nuk e unë dihet. kështu mendoj të Faleminderit shoh shumë. sot si një artiste të madhe me një talent të jashtëzakonshëm. Ti si e sheh këtë pjesë? Ndoshta edhe pak nga ëndrat e tua. E shoh shumë interesante, shumë të magjishme, se deri tash kanë funksionu vetëm me këto kompeticione që bëhen brenda Shkodrës, po do kishte ke një mundësi më e madhe për më njoftë edhe me publiku me njoftë edhe zonin tem, pse jo edhe natyrën teme si person. Kështu që po, ndoshta do i kishte ndihmu më tepër, mu do më kishte ndihmu me kriju një ide më të qartë, a mundem me vazhduam për muzikë apo jo? Patjetër që po. Të ndihmon të krijosh ide, po të ndihmon dhe të kuptosh se ti je një talent i lindur. Faleminderit. Po pjesëmarrje në festivalet e fëmijëve, ke pasur? Po, kam pas 3, 2 si konkurrente dhe 1 si përshëndetëse, ku vitin e fundit kam qenë si konkurrente dhe u vlerësova me çmimin si interpretuesja më e mirë. Bravo, e dashur. Faleminderit. Është një emocion tjetër, është emocion më i veçantë ai Është festivaleve? sepse është një festival më i madh, Është mbar kombëtar. Është mbar kombëtar, të provon më tepër dhe ndoshta punë më tepër, por që është emocion krejt ndryshe se ke këngën tonë dhe sigurisht është superiore në krahasim me kompeticionet e tjera. Edhe po jam shumë e lumtur që kam pas privilegjin se kam punu edhe me profesorë të jashtëzakonshëm. Cilët janë ato, i mbanon? Ilir Zoga, profesor Sokol Marsi, ku tekstin në këngën e fundit e kam pas edhe nga Indir Jorgo Papingji. Është një krenari shumë e madhe të punosh me emra të tillë dhe të rritesh në anën artistike nga njerëz të tillë, po pjesë e korit. Kam qenë qysh nga klasa e parë, edhe aty kam qenë në fillim krejt që më dukte wow, po se cila ka shënu diçka kryesore, diçka shumë të shajt në atë formimin tem në muzikë, që se cila ka vlerësimin e vetë normal. Është se cila një gur i puzzle-it që plotësohet Po, për të patjetër. krijuar një artiste të mrekullueshme. Kujt ja ke dedikuar ti këtë fitore? Këtë fitore e kam dediku tonë atyne që i kam pas krah prej ditës parë edhe vazhdojnë prap me kenë, se vërtet e kam thënë e vazhdoj e them që e meritojnë, sepse si janë lodh asnjëherë të ndajt mrapa mejet, qoftë në ditë që ndoshta s'kam kenë super mirë, qoftë në ditë e tjera që mund të kem kenë mirë, kështu që i falenderoj pa mas, edhe e meritojnë.
Unë po shikoja tek Instagrami yt që ishin të shumë të moshatarët tu, që të kishin shpërndar, të kishin uruar. Sa të bën të ndihesh e emocionuar, ose kur ti ke shkuar në klas, pas fitores, si të ka pritur klasa, sa emocione ka, të kesh sepse unë e mbaj mend kur kam qenë unë në moshën tënde që është një emocion i veçantë, të kesh një artiste në klasë. Si fillim faleminderit shumë për vlerësimin. Në klasë nuk kam shku hala, shkoj nesër. Kanë qenë ditë e pushimit të festave. Po, kanë ardhur me pat klasës edhe emocionet e para kur kanë ardhur me më taku kur kanë fituar çmimin, të tanë janë për lot, të tanë, edhe gjithmonë ishin e më thoshin, e ke pas degun që ke për ta fitu, që pa tjetër, i kam taku dhe ja kam marrë atë mendimin e parë, dërsa përsa i përket moshatarëve që më kanë hellë, disa moshatarën i kam artista, sepse kam bëj me ta qysh në një moshë shumë të hershme, edhe jam shumë e lumëtën që më kanë përkra, vazhdojnë më përkrahin gjithmonë, ashtu si unë përkrahi ata, sepse kena një gjo besnike me një tjetër. Pa tjetër, që është një mbështetje reciproke dhe është për të vlerësuar nga ana juaj që mbështesni njëri tjetrin, është shumë bukur. Po Zyshvjollës, dy fjalë këto mëngjese, megjithëse e falenderuam, po ndoshta një dedikim më i veçantë. Zyshvjollës i them që është më e mira, edhe po të mos kishte kenë ajo, jam e bindur që unë nuk do kisha kenë sot këto ku jam, qofte edhe për arritjet e mia më të vogla, po diskutim që është, nuk di, fenomenale, sinqerisht, vetëm falë saj, punoj fort, sepse ka të është pak e rejp në aspektin që punin edhe në punë edhe nuk diskutohet kja, se jam pak të neglijent, dhe i fje mundësi me mosha, nuk je ti, është mosha, ndoshta. Mi fje mundësi me mlan edhe e la krejt, po që nuk di, s'kam fjallë, Zyshvjolla është perfekte. Është perfekte. Ti përmënde që je pak është mosha, unë nuk dua ta them që je ti pak neglijente, por është vetë mosha juaj që ndoshta tentoni t'i shmangni pak përgjithësit. Ke menduar ndonjëherë në ndonjë prej fazave që pse po e bëj këtë? Jo. Asnjëherë. Sepse jam tip në njëjtën kohë që kur marr përsipër me bë diçka, do e çoj deri në fund si duhet, ose do e kisha marrë hiç përsipër me e bë. Kështu që jo, kur kam hyrë në çdo fazë kam kanë e paraqitën krejt okej, kështu që po, kam kanë e kënaqën, edhe se kam menua si herë pse mora pjesë, apo qofte dhe me e lanë për gjys. Kështu që... Sa faza ka? Janë 4, po unë hi direkt tek e dyta, që quhet qerek finale, po. Edhe kalon qerek finale, gjys finale, finale. Vitin tjetër, ti je në klasën e 9 dhe si finaliste dhe fituese e këtij kompeticioni ti nuk do marrësh më pjesë. Jo. Por do t'jesh aty për t'i parë të gjithë ata që do marrin pjesë. Si mendon ti? Çfarë talente të reja ka në Shkodër? Sa të ardhme ka Shkodra? Shkodra nuk zgënjen asnjëherë. Ka talente çdo vit e më tepër, unë i kam pa edhe këtë vit, siç i shoh çdo vit, që tek ato bebat e vegjël që kënaqësia atyne për me dalë në skenë është e pa përshkrueshme me fjalë. Edhe tek zani tyne janë shumë të mirë. Kur janë tesh të vegjël, imagjino kur triten, edhe jam shumë e lumtur që Shkodra vetëm vazhdon e krijon talenta të ri, edhe pse jo me vazhdu edhe më nelt me përfaqësu vendin, sa është krenari. Dhe ti je një nga krenarit, pa tjetër që po. Unë kam bërë shumë komplimente për këtë mëngjes dhe nuk e di nëse do ndalesha edhe nëse emisioni do vazhdonte shumë orë, sepse realisht i meriton e dashur. Në fund për ta mbyllur dua nga ti një thirrje për të gjithë ata që kanë dëshirë të merren me muzikë, por kanë atë stepjen e vogël, ndoshta nuk di, ndoshta nuk do me ecim mbar. Një thirrje nga ti për t'i inkurajuar të gjithë që po të dëgjojnë. Do kisha thënë të tanëve, vetëm mos u dorëzoni, besoni në atë që keni dëshirë me bë, edhe ndërroni e ktheni ëndrat në realitet se gjithçka realizohet, dhe asnjë nuk është e pamundur. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Je mrekullueshme dhe të urojmë shumë suksese kudo që të shkosh në rrugtimin tënd. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Faleminderit dhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këtë momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku nesër.